Rrjetet sociale po ndikojnë drejt për drejt në mënyrën e komunikimit mes fëmijëve dhe të rinjve, duke nxitur gjuhëfyese, linçime dhe konfliktet që shpesh nisin përmes mesazheve dhe brenda familjeve, e më pas zhvendosen në shkolla dhe hapësira publike. Sociologu Gence Zërza thotë se ndikimi është shumë i madh. Kohëve të fundit, sipas efekteve apo ngjarjeve që po i posedojmë në përditshmërinë tonë, po ndikojnë mjaft keq. Ashtu që fjala publike apo nëpërmes rrjeteve sociale në një farë forme e tregon edhe një lloj komunikimi mes fëmijëve, edhe sidomos edhe brenda shoqërisë. Në shumicën e rasteve aty po ka fjalë jo të përshtatshme, linçime, fyrje, të cilat pastaj po na dalin nga kontrolli, pra nëpërmes kësaj rrjeteve sociale, të cilat ku ky debat i keq po fillon brenda shtëpive, pastaj ato po përcjellet në hapësira publike, në shkolla, edhe në disa raste po përfundon me konflikte. Ashtu që mendoj në disa çështje duke ditur që fëmijët janë në zhvillim e sipër, ende janë në formim të personalitetit dhe egon e kanë të pakontrolluar, janë ra prerë e ngacmimeve të ndryshme, konflikteve, e mos themi edhe dhunës fizike. Kjo problematik nuk është vetëm lokale, por globale, ku disa shtete kanë ndërmarrë masa kufizuese për përdorimin e rrjeteve sociale nga fëmijët, si një përpjekje për të mbrojtur zhvillimin e tyre psikologjik dhe social. Disa shtete, si për shembull Australia, për fëmijë deri në moshën 16 vjeçare kanë ndalu, Franca e rishikon, edhe Franca mendoj se do të hyjë në ndalimin e gjitha rrjeteve sociale për fëmijët deri në moshën 15 vjeçare, ashtu që është një problematik globale, nuk ka të bëjë vetëm me shoqërinë tonë, por është diçka më e thellë, më gjithëpërfshirëse dhe mos të themi globale. Ekspertët paralajmërojnë se komunikimi virtual mes adoleshentëve mund të dalë lehtë jashtë kontrollit, duke ndikuar negativisht në formimin e personalitetit dhe menaxhimin e emocioneve. Për ta parë pasqyrimin se si ndikon, është filmi Adoleshent që kisha referuar të gjithë të rinjve, po edhe prindve ta shiqojnë se si ndikon në mënyrën më të keqe dhe si mund të del jashtë kontrollit ky komunikim verbal mes të rinjve. Institucionet, prindërit dhe shoqëria civile ftohen të bashkëpunojnë për rikthimin e komunikimit ballë për ballë, pasi izolimi pas ekranit po ndikon jo vetëm në shëndetjen mendor, por edhe në mirëqenien fizike të rinjve. Mendoj që institucionet relevante në bashkëveprim me shoqërinë civile, pastaj me prindërit, edhe me shumë komunitete të ndryshme, të cilat janë të ndikuara nga kjo problematikë, mendoj se do të ishte mirë ta rishikonin, dorso nga pikë vështrimi im, mendoj se do ishte mirë që një kohë të ndalen edhe të kthehemi në atë komunikimin ton klasik ballë për ballë, sepse kjo po ndikon në digitalizimin e rinisë, po bën më asocial, jo të shoqërueshëm, duke ndajur brenda para ekraneve me orë të tëra, dhe kjo gjithashtu po ndikon në shëndetin e tyre mendor, në psiqikën, po ashtu edhe në shëndetin e tyre fizik, duke qëndruar me orë të tëra ulur, duke mos u marrë me aktivitete të ndryshme fizike. Kjo mbetet një thirrje për më shumë vetdije dhe përgjegjësi të përbashkët, në mënyrë që hapësirat digjitale të mos kthehen në burim konfliktesh, por në një mjet komunikimi të shëndetshëm për brezat e rinj.